Talentet e reja shqiptare të pianos kanë shkëlqyer në konkursin internacional Dino Lipati, që u zhvillua në Tivoli të Romës, mes 135 konkurrentëve nga vende të ndryshme dhe kategori të ndryshme moshash e instrumentesh. Në drejtimin e mësueses së pianos Paola Kondakçi, vajzat arritën rezultate të jashtëzakonshme, duke përfaqësuar denjësisht shkollën e mesme artistike Teftatash Kokoço dhe gjithë Shqipërinë. Kemi arritur në rang botëror, jo thjesht ballkanik dhe evropian, domethënë me këtë çmimin, sidomos të Kristelit, domethënë jam shumë e kënaqur dhe pres që të ketë akoma, domethënë vlerësime të tjera të këtij niveli. Qëllimi ky është, domethënë, që të krijohet shtresa, domethënë merren sa më shumë çmime të cilat futen në CV dhe këto ndihmojnë në të ardhmen për të afirmuar si instrumentist, si pianist, kështu që është e rëndësishme që fëmijët të marrin pjesë që në këtë moshë dhe mësojnë dhe me skenën. Kristelia Tru vlerësua me çmimin e parë absolut për grupin junior në kategoritë A, B, C dhe D, ndërsa konkuroi edhe mes të gjithë fituesve absolut ku arriti deri në finale, duke fituar gjithashtu edhe çmimin e meritës dhe nderit. Ndërkohë Antea Koti fitoi çmimin e parë në kategorinë A, ndërsa Mia Qari u vlerësua me çmimin e dytë në të njëjtën kategori. Unë ndjehem shumë e kënaqur. Kisha pak emocione, po jo aq shumë. Kisha 2 pjesë të cilat quheshin Rumores de la Carreta, Albenis dhe quhet pjesa Recuerdos de Viaje dhe Fountain in the Rain nga Gilok. Unë ndjeva e lumtur me çmimin që mora. Ishte konkurs pak i fortë. Konkurova me 3 pjesë, të cilat quhen Sonatina, Kulahu, Handel, Fantastia 5 dhe Hirondelën. U kënaqem shumë edhe kaluam një kohë shumë të bukur në Itali. Si të duk konkursi, ishte i vështirë? Pak i vështirë, për përsëri e kaluam dhe unë u kënaqa shumë me përparimin tim. Cila ishte pjesa që luajte? Sonata Mozart në do major, Gilok Fountain in the Rain dhe Solfeggetto Bach. Suksesi i tyre në këtë aktivitet prestigjioz ndërkombëtar është një tjetër dëshmi e nivelit të lartë të talenteve të reja shqiptare në muzikë dhe punës së përkushtuar artistike.